e Big Brother dhe sidomos drejtoreshën e produksionit Sara Hoxhën. Sara Hoxhën, do e thëmë një punë vetë mohuse edhe Ledionin pa tjetër që të gjithë. Po ne nuk, nga unë i pari, po ta them, kemi bërë gabime aty brënda, kemi thënë dhe fjalë që s'duheshin thënë, apo kemi bërë dhe veprime që nuk duheshin bërë, kështu që një ndjesë të madhe gjithë publikut dhe pastaj se cili do mbaj përgjegjësi kur e ka shkelur atë vijën e kuqe që themi që nuk shkelet më. Ne duhet të tregoheshim, të përfaqësonim atë Big Brother VIP. Duhet pak më tepër VIP të ishim. Pra atë very important person duhet ta kishim. Nështë e ka po dhe rrethit që ka pos personazhe të ndryshme? Po ajo është, prandaj quhet eksperiment social, është 120 ditë ti duhet durosh presionin, edhe personazhet me background të ndryshëm, se si përballesh. Pse ke qytë analfabet? Funksional. Që ke funksional? Funksional. Funksional. Sepse më erdi shumë keq, do më thëmë, për pa mos dijenin dhe të sektësinë e njohurive të ti, por është një djalë që në jetën e vetë ka bërë një kthes të jashtëzakonshme, si që tregoj te linja e jetës, dhe në fundit është ajo që themi Vox Populi, Vox Dei. E vërtet. Funja funit edhe vepra teatrale bon për publik, apo jo? Patjetër, përderisa ai mori votat e publikut, është e respektoj, nuk është për mua, nuk është shembulli, por ja që unë besoj që duhet i vëmë pak gishtin ne, pak më të mëdhenjt, dhe të kemi pak më tepër kujdes kur lëm shumë fëmijët me celularin, me TikTokun, sepse kryojnë edhe simbole të cilat mund t'janë si ato fishekzjarët, shkëlqejnë njerë, ndriçojnë për 3 sekonda dhe pastaj çështja është qa vepra do lësh nga pas. Po vepra e Juzit ka pëlqy? Jo në asnjë mënyrë, jo. A mendon që duhet t'i kërkojmë falje? A ishte një vandalizëm i llahtarshëm, të gjithë jemi distancuar, e kemi gjykuar. E di që te Kosovën e do shumë? Shumë e do. Dhe shumë këngë kosovare kemi kënduar aty. Pra më falë që them këngë kosovare, këngë të Kosovës, si që janë këngë të Labëris, apo këngë të Çamëris, janë të gjitha këngë të Shqipëris. Se Shqipëria është i vetmi shtet që kufizohet nga trojet e saj, me atë padrejtësi që na bën fuqitë e mëdha dhe shpresoj dal nga dal do rregullohet kjo padrejtësi. Po, a mendon që do të thonë t'i kërkojmë falje gjithë shqiptarëve kudo që jeni i keq në emër të Juzit? Po patjetër. Unë mendoj që akte të tilla dhune, sidomos mes shqiptarëve, sepse është dëgjuar, shpeshherë ka thënë që një shqiptar i ra një kosovari, mos e bëni këtë gjë, se është tmerr, është si thuash, një shqiptar i ra një çami, apo një shqiptar i ra një labi. Ne jemi shqiptar, të gjithë. Pastaj e kemi kolosin Homerin ton. Thot Gegetolsk, Marsia Lia, një është Kosova, e kam thënë unë, një është Shqipëria. Ashtu siç nuk ka pa Gjakov, nuk ka Kosovë, nuk ka pa Kosovë, nuk ka Shqipëri, dhe nuk ka Shqipëri pa Çamëri, nuk diskutohet ajo gjë. Ajo gjë nuk diskutohet. Unë në program disa herë më thanë, la herë të lutem ti mos, se po vëlloj flas për atë zetarizmin, e kanë të humbur krejt lojën që të gjithë, dhe unë ndalova. Po sot jam te Koqësia Show, te miku im Sadriu, kështu që Shqipëria etnike. E vërtet, bravo, do të kiti për dajit dhe në djerë. Po. Njerë, qëka të kam bet pik një me bon Big Brother? Keni bo shumë gjona, a ki di qëka që të kam bet pik? Thuje burë, më. Nuk e them. Thuje. Jo, se na shtarë, a mund t'i pakuj? A ma dhe dush me thonë sonde, për publikun. Ja, ajo që më ka ngell, si shtoshte me Ira Pishmanit, si shtoni ju në Kosovë, është që do njerë mund ta kem tepruar me do një fjallë, apo kam gritë zërin. Po tani ne aktori jemi, ti e di. Në një sen tjetër... Unë e menova që me nëjë femër më s'kam vetë pikë në i sen. Po, ishte një puthje që nuk u realizua, pastaj, e kupton, shkoj si shkoj. E sa vënsoj gjesti. A i mua bet, po, pa tjetër. Gjithmonë do dalë dikush, kështu që jemi re. Unë, shiko, në qoftë se u duk që puthja e Ertit dha fitoren.
Bravo, që kjo ke mira. Lërë, po diçka më na thonë se e kom pona për... E kom përcjell shumë për shkartonin, normalisht. Nuk diskutohet. Jo se se kam përcjell ma herët bigun, por kësaj radhe e kom përcjell ma shumë për shkartonin. Po, ka pas në kanë thënë që ka pas të leshikueshmëri shumë të lartë. Po, është e vërtetë, por nuk diskutohet. Me rezonën, çka të lidh? 2 kafe kemi pirë. Jo, se ti e di shumë mirë, ne jemi bashkë aktorë dhe kemi... Kini pos dhe... Me Rozanën... Ne mos marrëveshje. Përveç se... Jo, me Rozanën, do me thënë... Mos marrëveshje të mirë, në kuptimin e... Jo, po edhe një natë pas bigut, po prapë, do me thënë, të nesërmen të poshtë pallatit, aty jemi përshëndetur. Po keni pos diçka më shumë se shoqëri me Rozanën? Jo, asnjëherë. Jo, asnjëherë. Kafe qosë, ja? Unë Rozanën... Jo, kafet e mija me Rozanën 2 herë i kam kërkuar të më... është një... Unë do më lejoj termi ta them, është një zonjë që përfaqëson gruan shqiptare, gruan e fortë shqiptare, që ja ka dalë vetë në jetë, më së miri. Ka ngrit zërin për, ti e di shumë mirë, për çështjen e gruas shqiptare, dhe për t'i dhënë forcën që meriton, dhe unë kur e kam takuar Rozanën, e kam thirrë, do më thënë, të ato kafet që kanë qenë bira, s'kanë qenë kafe, në fakt kanë qenë bira, dhe kemi qëndruar gjatë për një, i kam kërkuar ndihmë për një marrëdhënie time personale, ku ka qenë pikërisht atëherë ku kam marrë të emision Hyti Parë, po e di, që ta kam thënë. Po, e di. Ma vo kena mi qita dhe video... Pat Afrika të moment, se tash mos ke sjell dikë këtu. Ku mujtë mu po milionerën, për s'kum desht. Në qëto video. Po ti ke shpirtin e madhë, gjepa ti ke të vegjel, nuk ka rëndësi. Në mjafton shpirti i madhë. Gjepat e më vegjel nuk bëjnë shpirtin e madhë. Po, a kujtu që na kam betë para se me një Big Brother, kena dosh me bo në emision bashkë, në kam betë pikë, me një voice bashkë. Se unë nuk të lajmërova. Do më thëni vetë mi njeri që... Me shkure posh. Lajmëru, po... Top Chanel dhe ajer të aty. Jo, unë nuk të kam... telefon pëse s'kam njoftu, me një laf, s'kam njoftu. Kam njoftu vetëm zhenjë, sepse i kanë mes të emisionit. Po. Dhe, duhet edhe në nëntime, kaq. Këta 2 njerëz... Sa ka pao? Po, sa ka pao, sepse më dërin 5 vjeç nuk kam ditë Shqip. Kam ditë vetëm greqisht, ju a kam thënë. Dhe... Sa ka pao, du të të dua, për gjitha të që se di. Të dua. është dhe kënga e Gzim Qelës dhe Nërtila Kokës, të Brezim, ti e ende i ri. Po, e vërtet. Unë jam pensionist, si shto është një banor aty Big Brother. Ka qenë një këngë, sa ka pao të dua fjallë dashuria. Fjallë dashurie. Po në qofë se më banon. Po, nuk i diatë kujtuhet edhe ti nëse e mba menda e vojza, dhe me thonë që kam jetë pengë kur para se me bo emisionin, dhe me thonë para se me një Big Brother që kena dosh me bo emisionin. Atë kujtuhet emri soj, figura, natyra. Se më tha qysh për e burë, tha kishi njeri dhe në Big Brother. Ka qenë diçka me, në qofë se nuk gaboj, tani, më kanë thënë që kam kujtes të mirë. Kështu ka dalë.